si ndodhi që Ahmet Kalaja të bëhet hoq, imam? Faktikisht unë jam rritur në një familje që nëna ime ka qenë bimu e zini dhe nga krau i gjyshit, nga krau i babës, domethënë ai gjyshi, domethënë ka qenë frekuentues i xhumas në kohët më përpara, madje edhe sot të kësaj dite i kemi të spit e gjyshit që ka pas qysh dhe i ka rujt qysh në kohët e Enverit. Kam arritur të shoh prindrit, nënën time ose gjyshen ose nusët e xhajallarëve të mi me agjërim, pra edhe pse ishte koha e Enverit. Pra nuk është se ishim fare pa fe. Mirë po, duke qenë se ne u rritëm në një kohë ku ishte ateizmi, si më thënë, pjesë e edukimit të rinis, edhe unë isha pjesë e ateizmit. Sepse shitej si shkencë, dhe duke si frym përparimtare, dhe duke si ishte moda e tillë. Dhe e përqafuam duke parë gjysmën e argumentave. Gjithmonë gjysmat janë problem. Si tha gjysma e gjuhëtarit, gjysma e hoxhës dhe gjysma e mjekut shkatrojnë gjithçka. Edhe gjysma e shkencës faktikisht çon problematika të mëdha. Edhe ne pikërisht, domethënë kohën e komunizmit kishim parë gjysmën e shkencës dhe gjysmën tjetër. Edhe faktikisht e pata përqafuar ateizmin, bëhet fjalë kur isha fëmijë, sepse domethënë vaksinimi i ateizmit fillon të qysh në kopësht. Derisa kemi arritur në shkollë të mesme, kur kemi arritur në shkollë të mesme ishte koha kur ra dhe sistemi, pra u shem sistemi dhe u hapën xhamiat kështu. Normalisht unë vazhdova shkollën e gjimnazit dhe një shoku im që jetonin bashkë, domethënë ai vazhdoi medresen e Tiranës. Normalisht vitej një moment kur mendoja mbi esencën ose qëllimin ose ekuacionin e jetës. Dhe gjithmonë nuk dilte një përfundim të saktë. Gjë që vazhdimisht më shqetësonte. Dhe një ditë i them këtij shokut tim, i thash, po sikur të kisha marrë ato libra ti lexoje një ato librat e tu. Po thaj, mirë i lexoj. I majta 2-3 ditë, pastaj thash, a më lën dhe ca kohë? Po tha. Edhe aty, me thënë drejtën, sikur mu ngjall interesimi, po edhe sikur fillova të gjej përgjigje që nuk është këtu gjithçka. Gjithë problemi i pyetjes ishte pse ne duhet bëjmë një jetë në një cikël të mbyllur dhe gjithë njerëzit ecin në të njëjtën rrotë edhe me kaq përfundon gjithçka. Ndërkohë që gjithë kjo lodhje, gjithë kjo sakrificë në fund fare do të vdesim, po edhe ata që do të vdesin, po edhe ata që ishin para nesh vdesin. Si e pa kuptim. Dhe kur arrita domethënë të lexoj botë tjetër, ringjallje Zoti etj, u ngjall domethënë dhe herë drita shpresa dhe e lash gjimnazin. Edhe vazhdova medresen e Tiranës, fillova të falem, fillova të mësoj gjuhën arabe, domethënë para se të filloj medresen, dhe kështu pastaj nxënësit më të mirë të shkollave të medreseve të Shqipërisë në atë kohë bëhet fjalë 92-shin, na çuan domethënë për një kamping veror, pastaj nxënësit më të mirë të kampingut veror i dërguan në Siri dhe kështu pastaj domethënë mori rrjedh, si më thënë e bëra si synim të jetës time, atë që më hapi syt ose drita që mu çel për kuptimin e zymtisë dhe errësirës dhe pakuptueshmërisë së jetës, to jap edhe të tjerëve. Edhe qysh atëherë domethënë filloi domethënë dëshira për të studiuar, për të lexuar, pastaj vajtja në Siri, pastaj vajtja në Arabinë Saudite, pastaj kthimi në vitin 2001. Alhamdulillah.